Çmimet e specave në tregun e gjelbër të kryeqytetit janë shumë të larta sipas qytetarëve. Aktualisht 1 kilogram speca mund të arrijë deri në 6 euro. Konsumatorët shprehen se mungesa e produkteve vendore ka çuar në rritjen e çmimeve të perimeve. Çmimet janë shumë larta për kushtet tona, sidomos për ne pensionerët. Jemi katastrofë. Kështu një kungleshe merr 3 euro kilja. Ja, ska. 4 euro e kusurish, 4 euro e gjys aty këto. Ato djeksat 4 euro e gjys, maljevre. Shumë. Jo, që shme marrë 5 euro. E shte edhe 5 e marrë 1 kilo e dishka mish marrë. A i spec është. Së në zavendëson mishin për speci. Ku mundet me zavendësu? Qysh mundet? Ja. Shqyqoni, ju e dini sa Ministria e Bujqësisë ka investu. Do me thonë, ka dhonë grante, ka dhonë këto far investimet për bujqësi. Mirë po, duhet me specifiku qëto që janë primare. Perimet, pemt, cilët mas shumë ti konsumon ky popull këto. Ato net japin grande edhe nikosisht edhe kontrollohen se ku po shkojnë, qysh po shkojnë. Çmimet e shtrejta për ditë i shtrejtojnë, po edhe këta s'kan problem se edhe këta i blenë dika, i blenë po tepër për i shtrejtojnë, gjithmonë edhe markete me i edhe këtu, tonë çmimet janë shtrejta. Pare s'kemi të pensionet e vogla, rrogët e vogla, po qa me bo tash në karohi se shtytyben kje që me bo. Specat shumë shtrejt, po edhe shumë shtrejt, për ditë po hypin. Djenë ku 4 euro, 5 euro, 4 euro, kjo tepër është tepër. Domatet, tonë e kanë lu krejt, kanë lu krejt. Po këto bjen për i slartë i bjen, ku me di qysh bjen të këbjen. Tokën e tonë e kem, po s'pjedon, këta tritë se donë me punu, më jenik, jashtë jenik anenaj, to ka me të batal, shumica batal e kanë lonë, janë arë në për qytet, janë arë dhe anenaj, që së fare, katastrofi. Edhe tregtari Idris Hajdari është i shqetësuar për çmimet e larta të pemëve dhe perimeve, syton ato me mungesën e prodhimeve vendore. Unë si tregtar që të në treg, na speca nuk shesme, po specat janë me çmime 5 euro, më kondo që është original grek, është edhe 6 euro, ma djeksa. E këta pa djeksa ma nuk shiten, edhe dogona për bo shtrajt, çmimet sot ka, nesra s'ka. Sot është, mund me konë me çmim 4 euro, nesra se një ditë tjetër mund me konë edhe 5 euro dhe 6 euro. Nuk po së funksionohen që shdohet. Edhe nuk mund miru specat së kur Greko që ka në zëtsin atje, së kur Kosova këto që ka oftat. Sierra ka, po problemi me gjithë edhe fara cilësore edhe më punu qatë shumë s'po punojnë në atë aspektit se s'ka levardi. 30 euro një punëtor me marë më punu një ditë, me marë 5 punëtor 150 euro s'ja vlenë. Hajdari kërkon mbështetje më të madhe për bujqit nga Ministria e Bujqësisë. Sipas tij, çmimi prej 6 euro për kilogram speca është i lartë, por tregtarët nuk mund të jenë fajtor, pasi një pjesë e madhe e çmimit lidhet me taksat dhe doganat. Për momentin po kërkojnë harpangjikun, hudrat me mbjell, edhe pasër për lypin për farë, po për momentin pasër për farë s'ka, veç me pru pasër për i peje ose për i kurqës Shqipënisë, që ta bënë me mjellë për farë. Për ryshe këta që po është për i tjera shtete nuk bënë me mjellë për farë. Këto perime tjera, për shembull 1 kg speca 5 euro, pak është i shtrajt, po konservimi tyne në Kosovë zbohet, edhe nuk po mjellin qa shumë, edhe farat nuk po vinë shpesh cilësore. Probleme është edhe me siguru farat, edhe fitime s'po ka, doke që po punon për shembull veç me familje tonë, po kur të qetë në treg, kur të mjellin shumë, s'po shiten. Kur nuk po ka, po shiten,
më konë qeveria për shembull e interesuar me lidh kontrata me tjera shtete, me quë jashtë, kish pas levërdia se shkollë gjinja jashtë asnjë. Po këto qeveria i merr parë të rën në zyra atje të buj ku shkon kur gjumë këshill. Nuk po shkojnë sa në të bashkëmirë, subvencionet i marrin, rendimentet kërkun heq. Bujqit më konë më punu me pas specat cilësor, mund mi quë edhe në Zvicër dhe mund mi quë ku dush. Po edhe nëse s'mund me quë, më konë me mbush prodhimet e Kosovës, ma mërmenja që kishë pas levërdi një aspekt, më konë që edhe shteti një mën ka pak. Tregu i gjelbër në Prishtinë ka qenë një projekt për rindërtim vite më parë, por deri tani nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për përmirësimin e kushteve.